Ibn Abbasin atë kohë ishte një djalosh i vogël, dhe sigurisht që profeti i dashur sallallahu alaihi wasallam vinte re tek ai shenjat e zgjuarësisë, shenjat e dëshirës së mësimit fesë të këtij djalit vogël. Ndaj dhe Ibn Abbasi radiallahu anhuma tregon se ndërkohë që isha pas profetit sallallahu alaihi wasallam të hypur në i kafshë të dy, ai alayhi salatu wassalam i drejtoi duke i thënë: "Ja gulam, o djalosh, inni uallimuka kalimat." Do të tregoj disa këshilla, disa porosi. Ruaj Allahun që Allahu të ruaj ty. Ruaj Allahun në mënyrë që ta gjesh para teje. Nëse kërkon dhe lutesh, kërko dhe lutu vetëm Allahut. Nëse kërkon ndihmë, bëje këtë gjë vetëm për Allahut. Dhe dije se nëse të gjithë njerëzit mblidhen të të bëjnë dobi ty, nuk munden ta bëjnë këtë gjë vetëm ai se Allahu ka caktuar për ty. Dhe nëse mblidhen të të bëjnë ty dëm, nuk munden ta bëjnë këtë gjë vetëm ai se Allahu ka caktuar për ty. Janë ngritur lapsat dhe janë thënë tashmë fletushkat. Në transmetim tjetër të këtij hadithi thuhet: "Njiha Allahun në kohën e bollikut, në kohën e mirëqenies, që Allahu të njohë ty në kohën e vështirësive."